Alba Story prezanton. Unë isha 29 vjeçe atëherë dhe jeta ime sillej rreth punës dhe kursit të baletit. Baleti për mua nuk ishte luks, por ishte nevojë. Më ndihmonte të nxirrja nga koka gjithë stresin e ditës dhe mendimet që më silleshin rrotull pa pushim. Çdo pasdite shkoja me shoqen time të ngushtë, Elenën. Ishim rritur bashk dhe njiheshim prej kohësh, dhe ajo ishte njeriu që i tregoja gjithçka, pothuajse gjithçka. Salla e baletit ishte e vjetër, pak e ftohtë në dimër, por kishte një qetësi të veçantë. Muzika na mbulonte zërat dhe për disa orë harronim gjithçka tjetër. Pas kursit, zakonisht dilnim të lodhura, me flokët e lagur nga djersa, duke qeshur për ndonjë gabim të vogël gjatë ushtrimeve. Babain e Elenës e njihja prej vitesh, por vetëm si figurë nga larg. Ishte kryetar bashkie në qytet, njeri me emër dhe pushtet, por kur nuk sillej si i madh. Ai fliste pak, este drejt dhe nuk e ngrinte zërin. Kur vinte ta merrte Elenën, përshëndeste shkurt, na pyeste si ki shkuar kursi dhe kaq. Asnjëherë nuk më kishte shkuar mendja se një ditë do shikoja ndryshe. Gjërat nisen pa zhurmë, një bisedë e rastësishme në korridor, një kafe e shpejt duke pritur Elenën, një koment të ndryshem apo ndonjë koment për rrugët e qytetit. Ai më ndëgjonte shumë, nuk më ndërpriste dhe nuk më jepte mend pa ja kërkuar. Dhe kur një burr të ndëgjon ashtu, pa u përpjekur të impresionoj, pa e kuptuar, fillon që të ndjehesh mirë me atë. Me kalimin e javëve, këto biseda u bën më të shpeshta. Jo të planifikuara, thjesht ndodhnin. Unë gjithmonë kujdesesha që të mos dukej asgjë para Elenës. Në fund të fundit, ishte babai i saj. Edhe vetes i thosha se po e egzagjeroja, sepse ishte thjesht respekt. Por nuk ishte vetëm kaq. Një ditë, pas kursit, ai më ftoi për kafe. Ma tha thjesht, pa asnjë nënkuptim: "Hajde pim nga një kafe sa të mbaroj Elena." U ula, folën për jetën, e për rinin time, e për zgjedhjet që kisha bërë. Ndërsa ai tregoi pak edhe për veten, për lodhjen e punës së tij, e për përgjegjësitë që nuk mbaronin kurrë. Nuk fliste si kryetar bashkie, fliste si njeri i thjesht. Kafenet u bën vendi ku ndaleshim shpesh, gjithmonë me justifikime të vogla, gjithmonë me kujdes. Unë kisha frikë nga vetja ime më shumë se sa nga të tjerët. Një ditë, ai më tha se do të shkonte disa ditë jashtë qytetit për punë, dhe më pyeti nëse doja ta shoqëroja thjesht për ndryshim ambienti. Mendova gjatë, e dija që po hyja në një zonë të rrezikshme, por gjithsesi pranova. Udhëtimi ishte i qetë, nuk pati gjërat e tepruara, as fjalë që të kalonin kufirin, vetëm biseda të gjata, heshtje që nuk të bezdisnin dhe ndjenja se po kuptoheshim pa shumë shpjegime. Pas kthimit, një mbrëmje më surprizoi. Më tha të dilja jashtë. Kur dola,
pash një makinë luksoze të parkuar. Mbeta pa fjalë, ndërsa ai më tha qetë: "E di që s'ta blej dot jetën, por dua ta kesh këtë, merre si kujtim." U përpoqja të kundërshtoja, por nuk insistoj, nuk e përdori si presion, as si premtim. E mora me një ndjenjë të përzier, gëzimi dhe frike. Nga ajo ditë, lidhja jon u bë më e thellë, por gjithmonë e fshehtë. Kujdesesha që Elena të mos dyshonte për asgjë. Flisja me te si gjithmonë, qeshja, bëja plane, dërsa brenda meje rritej një sekret që më rëndonte. Shkuam bashk edhe në pushime, larg qytetit e larg syve të njohur. Ishin ditë të qeta, pa zhurmë, pa premtime të mëdha. Ai nuk më premtoi martesë, as unë nuk i kërkova. Të dy e dinim që ajo që po ndodhte kishte kufijtë e vet. Kur u kthyem, realiteti na ra mbi shpatulla. Kursi i baletit, puna e tij, jeta e përditshme, por ndjenja nuk ishte shuar. Një mbrëmje dimri, pas kursit, ai më priti jashtë. Qyteti ishte i heshtur, ajri ishte i ftohtë. Ecëm pak pa folur, e në një moment u ndalem. Ai më pa drejt në sy, pa u ngutur. Unë ndjeva se çfarëdo që do ndodhte nuk do kthehej më mbrapa. Ai u ofrua ngadalë, unë qëndrova dhe në fund ndodhi vetëm një puthje e lehtë, e qetë, pa nxitim, një puthje që nuk bërtiste, por fliste shumë. Pas asaj puthjeje, unë i thash të më tregonte si i jepet makinës, dhe shkuam tek ca magazina që kishin hapësirë të bollshme për vozitje. Ai erdhi me mua në makinë që të më mësonte si i jepej makinës, dhe ai moment erdhi, dhe pastaj më tha: "Fillo." Unë fillova ngadalë, e pyesja nëse fillova mirë, dhe ai më tha: "Vetëm vazhdo kështu." Dhe unë vazhdova. Pastaj më tha: "Ngadalsohu pak." Por unë doja më shpejt. Pastaj prap, ai më tha: "Në rregull është, por pravo tani pak më ngadal." Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.